Paraqitje mjaft e mirë e tre skuadrave shqiptare në takimet e para të vlefshme për raundin e parë kualifikues të UEFA Europa League. Në Arena Petrol të Çeljes, Llaçi barazoi 1-1 me vendasit e Rudar Velenje, duke mbajtur gjallë shpresat për kualifikimin për në raundin tjetër. U duk se do të ishte një ndeshje e lehtë për slovenët që vinin me petkun e favoritit për të ndeshje, kur minutën e 17 gjetën rrjetën pas një goli aksidental të shënuar nga Klinar, por kur binasit besuan deri në fund të takimit dhe në minutën e 89 gjetën golin e barazimit me sulmuesin nigerian Adeninje. Një rezultat befasues arriti flamurtarin në Gjeorgji kundër Sioni Bolnisi duke fituar 3-2 dhe tashmë është me një këmbë në turin tjetër. Vlonjatët zhbllokuan rezultatin në minutën e 20 me kapitenin Veliu, por u surprizuan më pas me 2 gole të shpejtë të gjeorgjanëve të shënuar nga Isiani në arkun kohor të 3 minutave. Pjesa e dytë më e mirë për skuadrën e Ernest Gjokës që rritën presionin në portën kundërshtare. Në minutën e 74 vlonjatët u shpërblyen me golin e kuqit, ndërsa në minutën e 3 të shtesës Gilman Lika bëri mrekullin duke i dhënë fitoren flamurtarit. E vetmja skuadër që doli me humbje nga ndeshjet e para, edhe pse në minutën e fundit ishte Kuksi. Veri Lindorët u dorëzua në fund pasi për 89 minuta i bën ball sulmeve të Kairat Almaty. Goli për vendasit u shënua nga Darabajev që sikloi rezultatin 1-0 për kazakët. Takimet e kthimit do të luhen pas një jave.